se e kam dëgjuar Tezja kur kemi folur me video call se ajo jeton në Londër, që ka thënë, ja ka thënë emrin e djalit që jam ja thon tani, e kemi taku te, shkon si Hana shumë mirë me të, bla bla bla. Okej, unë as nuk ja di ekzistencën ti. Ky vjen me pretendime që Tezja ime pas ka thënë shko dhe më shpëtoi vajzën se na nxjiu fytyrën, kupton? Dhe çfarë bën ky? Që erdhi më shpëtu mua, natën e parë më thot mua, unë jam vllai jot dhe nëse do isha unë vllai jot më ty s'kisha fut në shtëpi, se ti s'ke lënë gjë pa bë këtu brenda. Minuti parë, sa kishte ardhur, dolën nga arena nga darka, u futën në dom dhe tha unë kisha qenë vllai jot, tha unë ty s'kisha fut në shtëpi. Pyeti njerë çfarë mendimi ke për Veriore, se kështu i bën pyetje që ti lidhësh, kupton? Pastaj edhe i thash ti kur pyet çfarë mendimi ke për Veriore dhe thot unë tisha vllajos fut shtëpi, ne e dim shumë mirë kur Veriori nuk e fut motrën në shtëpi, kupton? Patjetër, ku është barazimi? Të nesërmen filloi ti e fërkuma atë, incesti bla bla bla, ditën mbas prajmit parë ky donte me më kujtu mua që ky ka ardhur prej tezës time me më thënë largohu nga mirë, kupton? Ky i tha 1000 zezat për mua. Po, dhe pastaj ky kishte ardhur me më shpëtu mua, moj. Unë pas kam qenë pikhalli tu. Kam ardhur tu zi, po më mbajnë me zorë, kupton? O Selin, po ti nuk e pe dje kur bëri saltron, që gjas me ra, kur u shtyt me mullë me gimbë. Ishe Selin jo? Isha këtu jashtë, po. Pastaj tha ti, ti duhet të tregosh gjithë shqiptarëve tha që ti nuk i ke pas të drejtat e barabarta në momentin që të gjithë janë fund në karantinë, tha ty të kanë mbajt me atër dhe ke pas telefon deri në moment fundit. Akuza që shkonin për teme, kupton? Më ky se di unë çka ka lënë pa thënë. Çfarë ka lënë pa thënë? Ti të mungon figura babait, ke ardhur për zhvillim emocional personal, di kisha ardhur për zhvillim të epshit seksual, në një ditë tjetër do dalë për zhvillim ku di unë çfarë, e kështu me radhë. Mbaj gomar se mban mirë. Të guxosh të flasësh këtu për rastin e Arditit, po dhe Timin, po dhe të Malit, e kupton duke përmendur babai, gjithë ditën. E kupton gjithë ditën. Kjo pjesa e familjeve është gjë më